Mbrëm rreth orës 19:30 pjesëtarë të policisë së Tetovës në bashkëveprim me policinë pyjore në oborin e një shtëpie në Leshnicë të poshtme, prone MA 45 vjeçar kanë gjetur 30 metër kub dru dhe një traktor të ngarkuar po ashtu me dru për djegje, prone një të afërmi nga fshati Zhelin MD 54 vjeçar. Drunjt e zbuluar të cilët kanë qenë pa vulë adekuate dhe dokumente së bashku me traktorin janë fotodokumentuar, konfiskuar dhe më pas dorëzuar në policinë pyjore për procedurë të mëtejshme, ku pas përfundimit të hetimeve MA do të përballet me padi adekuate, informon policia e Tetovës. Në atarin e fshatit Llakavic, rajoni Gosivarit, në vendin e quajtur stacioni Kunovës, në rrugë pyjore, mbrëm vonë është gjetur automjeti Zastava me targa të Gosivarit, me qelsa në derë, e ngarkuar me rreth 3 metër kub dru për djegje pa vulë, të cilët me siguri janë vjedhur. Vetura është marrë dhe dorëzuar në policinë pyjore, ndërsa merren masa për zbardhjen e identitetit të pronarit të automjetit, njofton policia e Tetovës.